Banorët dhe bizneset që operojnë përgjatë bulevardit Epidamnë në Durrës kanë paditur në SPAK 2 ish-ministrat e kulturës, Elva Margaritin dhe Blendi Gonxhen, 2 përfaqësuesit e Fondacionit Shqiptar-Amerikan për Zhvillim dhe 3 studiot e projektimit që kanë hartuar dhe miratuar këtë projekt TID, nga zbatimi i të cilit kërkohet të shpronsohen 74 familje. Padia nga banorët është ngritur për falsifikim të materialeve dhe për një sër shkeljesh të tjera, pasi sipas tyre nuk është bërë një konsultim publik për tjetërsimin e pronës. Në 2022 është bërë një leje e parë e projektit TID dhe në 2024 është bërë një leje e dytë, ku numri i pronarëve ka shkuar nga 100 në 74 pronarë, banesash dhe biznesesh. Ndryshimi i numrit tregon se është bërë në mënyrë selektive, tha arkitektja Antela Koja. Arkitektja dhe urbanistja Antela Koja bën të ditur se bashkë me pronarët e tjerë të banesave dhe bizneseve po përgatisin materialin për pezullimin e projektit TID, planin për zbatimin e të cilit është ndryshuar disa herë në vite të ndryshme, duke selektuar pronat që preken. Problemet të mëdha që ka projekti është interpretimi në mënyrë klienteliste. Kë ka dashur pronë të papërshtatshme, me projekte të gabuara për t'i çuar në prishje, ka shpronësim të trojeve private për t'i kthyer në park publik. Një pjesë e mirë e tyre këto i kanë banesa të vetme, shpronësohen dhe kthehen në të pastre, dhe gjëja më qesharake është vlera qesharake, kur këto banorë duhet të pyeteshin nga bashkia, tha arkitektja Antela Koja. Banorët e bulevardit Epidamnë bëjnë të ditur se kanë pasur dhe letër këmbime me AADF-n, përfaqësues të ambasadës amerikane dhe disa institucione shqiptare, por nuk kanë gjetur zgjidhje. Ata kanë protestuar disa herë dhe përpara Bashkisë Durrës, që është bashkëpunëtore në këtë projekt, por çështja vetëm është zvarritur. Projekti TID synon restaurimin dhe rikualifikimin e urban zonës, që prek parkun arkeologjik në Durrës.